Teza që SPAK mund të shkaktojë rotacionin politik, pra mund të rrëzojë Edi Ramën, është një nga më populloret prej kohësh, po ashtu ka qarkulluar edhe teza se Altin Domani është realisht lideri i opozitës shqiptare. Të dyja tezat në fakt qëndrojnë. Është e vërtetë se SPAK mund të ndikojë në rënien e kësaj mazhorance nëpërmjet hetimit të korrupsionit. Nga ana tjetër, këto hetime i kanë dhënë një popularitet të madh kreut të mandatit të dytë të SPAK, Altin Domani. Në çdo sondazh të kryer deri tani, qoftë SPAK-u, qoftë vetë Altin Domani, kanë një përkrahje të madhe popullore, si nga votuesit e mazhorancës, ashtu edhe nga ata të opozitës. I gjithë ky konsensus ka ardhur si pasojë e prekjes së të paprekshmëve nga Prokuroria Speciale, një operacion i shumë pritur nga publiku, i cili ka dhënë rezultate të rëndësishme për avancimin e statusit të Shqipërisë në kredenciale drejt Bashkimit Evropian. Por pyetja shtrohet, a mund të jetë SPAK një aktor në lojë politike në vend për të bërë të mundur zhbllokimin e ngërçit që ka krijuar qeverisja e gjatë e Edi Ramës? Këtu çështja komplikohet, sepse qoftë në qëllim, qoftë në praktik, e gjithë kjo përpjekje pozitive mund të kthehet në një bumerang të vërtet, jo vetëm politik. Ky konsensus publik ndaj kësaj pjese të drejtësisë që merret me të pushtetshmit, do të merrte një kahje të ndryshme nëse për shembull Altin Domani do të hynte në fushë si aktor politik. Nuk është as pak gjë e keqe, përkundrazi, është një e drejtë dhe ka edhe precedent ndërkombëtar në këtë aspekt. Por kjo zbritje në fushë do duhet të kryhet në mënyrë organike dhe jo si shfrytëzimi i pushtetit të drejtësisë. Nëse SPAK do të kthehej në një katalizator politik, do ta zhndërronte betejën politike në një përplasje gjelash, ku antikorrupsioni nuk është më synim, por mjet për të arritur diku. Pikërisht këtu do të kishim ngritjen e një makinerie balte tashmë të njohur, e cila mund të njolloste këtë herë jo Edi Ramën, por vetë SPAK-un. Rama nga ana e tij ka hyrë në fazën e plotë autokracisë ku nuk i bën gjë balta, por shkopi, lufta për ta njollosur është e humbur dhe ja ku jemi në mandatin e 4 të tij. Ikja e Edi Ramës nuk është më një mision i pamundur, nëse do të ketë përballë një rival që konkuron realisht dhe është alternative besuar politike. Por nëse përdoret një manovër jo parimore, mund të kemi jo rrëzimin, por forcimin edhe më të rënd të regjimit. Një eksperiencë e tillë është tashmë e njohur në Turqi me Erdoganin, por edhe në vende të tjera si për shembull me Orbanin në Hungari apo Aleksandar Vučićin në Serbi. Nëse SPAK-u përkatësisht drejtësia bën detyrën e saj në mënyrë të saktë dhe sa më të përmbushur në luftën kundër korrupsionit, fuqia dhe efekti do të jenë shumë të mëdha se sa një manovër politike. Nga ana tjetër, ngritja e një opozite në Shqipëri duhet të bëhet në mënyrë normale dhe natyrale, pashqiri nga influence që më pas do të dështojnë, ashtu siç kanë dështuar gjatë gjithë këtyre viteve. Antonio Di Pietro në Itali hyri në politik, por nuk arriti kurrë popularitetin që kishte si prokuror në Milano në Mani Pulite. Është e vërtetë që Di Pietro festoi rënien e qeverisë Berlusconi në vitin 2011, por vetëm pas 17 vjetësh, ndërkohë që vetë u largua pa lavdi, ndërsa Silvio Berlusconi, kur vdiq në moshën 85 vjeçare, pasi e kishte çuar partinë e tij sërish në qeveri, ju bë një funeral shtetëror. Megjithatë nuk është asgjë e keqe nëse një prokuror i SPAK, i cili ka një know-how të rëndësishëm për natyrën e pushtetit të Edi Ramës, vendos të zbresë në politik. Madje profili i një eksperti të mirë antikorrupsion në politik mund të japë një injeksion pozitiv në politikën shqiptare, por nëse kjo ndodh, kërkon një operacion linear dhe parimor në ndërtimin e një opozite dhe një ekipi alternativ, sepse në të njëjtën kuvert nuk mund të qëndrojnë njëkohësisht ata që hetojnë për korrupsion dhe ata që e kanë hetuar korrupsionin. Jo sepse politika është vend shenjtorësh, por sepse një kartvizit që vjen nga garderoba e drejtësisë nuk pranon xhaketat 35 vjeçare të atyre që kanë vjedhur dhe grabitur Shqipërinë.